Kina do të vendosë tarifa të përkohshme prej 21.9 deri në 42.7% për disa produkte qumshti të importuara nga Bashkimi Evropian, duke filluar nga 23 dhjetori, pas një hetimi që filloi më shumë se një vit më parë. Provat paraprake tregojnë se produktet e qumshtit të importuara me origjinë nga Bashkimi Evropian subvencionohen, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në industrinë vendase të qumshtit, tha Ministria Kineze e Tregtisë. Tensionet tregtare me Bashkimin Evropian shpërthyen në vitin 2023 kur Komisioni Evropian nisi një hetim kundër subvencioneve për automjetet elektrike të prodhuara në Kinë. Pekini më vonë nisi hetime mbi importet e rakisë, mishit të derrit dhe produkteve të qumshtit nga Bashkimi Evropian, në lëvizje të parë si akmarrje për vendimin e Europës për automjetet elektrike. Firmat e Bashkimit Evropian që u goditën nga norma më e ulët për 21.9% ishin Sterilgard e Italisë, ndërsa Friesland Campina Belgium dhe Friesland Campina Nederland do të paguajnë normën më të lartë për 42.7% sipas Ministrisë Kineze të Tregtisë. Të gjitha firmat e tjera të Bashkimit Evropian që nuk ju nënshtruan hetimit të Kinës do të duhet të paguajnë gjithashtu normën më të lartë tatimore. Bashkimi Evropian ishte burimi dytë më i madh i produkteve të qumshtit në Kinë pas vetëm Zelandës së Re, tregojnë të dhënat e doganës kineze. Në veçanti Kina ishte destinacioni dytë më i madh për qumshtin pluhur të skremuar dhe i katërti si për gjalpin ashtu dhe për qumshin pluhur të plot. Kina ka ushtruar maturi dhe përmbajtje në përdorimin e masave të kompensimit tregtar, deklaroi një zyrtar kinez.